Prej 40 tetorësh, qyteti dhe qytetarët e Vlorës janë pa ujë të pijshëm. Si pasojë një defekti të rënd teknik në linjën kryesore të transmetimit, furnizimi me ujë në qytetin e Vlorës është ndërprer. Strukturat përgjegjëse janë angazhuar për riparimin e avarisë dhe rikthimin sa më të shpejtë të shërbimit për qytetarët. Punimet në linjën kryesore të transmetimit me diametër 1000 mm kanë nisur që në momentin e parë të konstatimit të defektit dhe kanë vijuar pandalesë përmes disa turneve pune. Ekipe teknike vijojnë të jenë në terren duke punuar me intensitet maksimal për përfundimin e riparimit dhe rikthimin gradual të furnizimit me ujë. Menaxhimi i situatës po kryhet nga specialistë të kualifikuar në koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve në bashkëpunim me Ujësjelljes Kanalizime Rajoni Vlorë. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, Drejtori i Ujësjelljes Kanalizimeve Rajoni Vlorë, Ermal Murati, janë në terren duke ndjekur punimet. Aktualisht po punohet me ritme për të mundësuar zgjidhjen e shpejtë të situatës. Zjarfikësit e Vlorës kanë furnizuar spitalin e Vlorës me 30.000 litra ujë me 3 bote.